Ka pas raste në Vlorë, në Shkodër, në Berat. I keni pa në për dokumente I kom nxjerrë materialet, po. Qa shkruan aty? Shambo është një rast që një sklave që ka qenë nga Sudani, ka qenë me i familje shkodërane në vitin 1867. Pronari dhe bashkëshortja e pronarit e kishin keq trajtuar, jashtëzakonisht shumë. Ajo zbathur ikën dhe shkon në konzulatën britanike në Shkodër. Dhe për aty konzulata bon një raport për këtë rast. Se si është keq trajtuar një person që ka qenë sklave, dokumenti është i vitin 1867, po ka dokumentat më të hershme. Si kështë përfunduar njëri aty në atë familje? E kanë ble në një treg. Ashtu ka ndodhur edhe atëherë? Ka pas edhe atëherë. Ka pas trege për shitjen e sklepeve dhe kanë ble, njëse pas e kanë ble, i kanë përdorë për fuqi punëtor, për pas, shumë ka pas raste. Ka pas raste, kryesisht familje që kanë pas nivel ekonomik më të mirë. Edhe Kosovë ka raste, kanë Prishtinë edhe, po kryesisht janë në vendet bregdetare. Si ka qenë Ulqini, Tivari, Durrësi, Vlora sidomos, po kryesisht familje që kanë pas natyrisht një status ekonomik më të mirë. Apshe, është një shenjë që të mbetet në histori. Po. Më thonë, si të regim është interesant, nuk ka pas e publik tjerë, ka pas vetëm të familje greke ka pas, po të shqiptarë kryesisht ka pas ma. Se kam pas mundësi se tregtarë që kanë marë, kanë shqit, kanë qenë kryesisht prej Ulqinit ose prej Vezës ka pas, edhe prej Durrësit, që kanë shku në vende ku ka pas mundësi me marë, me blesklëve dhe kanë marë i kanë shqit. Në trojta tona. Është interesant, po, dhe më thonë, po zakonisht, kjo në Evropë është shumë e njohur, që ka pas shumë që kanë ble dhe kanë keq trajtuar. Tek shqiptarët janë raste individuale. Rasti më i madh që ka ekzistuar është në vitin 1883, në Ulqini janë konë 335. I kanë pru mi shqitë dhe faktikisht nuk janë shqitë fare, kanë ngellë aty, edhe fëmijë dhe vajza dhe djernë edhe më shumë kanë qenë. Edhe kanë ngellë aty në Ulqini është rasti njohur. Janë bobanor, po. Janë integruar.